Humbën jetën tragjikisht në fushë Prezë. Historia e trisht e 4 viktimave të aksidentit fatal. Një aksident tragjik ka ndodhur para mesnatës në aksin rrugor Fushë-Krujvor, pranë fushës Prezës, ku 4 të rinj kanë humbur jetën pas një përplasje me një betoniere. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se automjeti që drejtohej nga 25 vjeçari Enejdi Laçi është përplasur me një betoniere të drejtuar nga Aleksandër Krashi, 24 vjeç. Pas përplasjes, automjeti ka shpërthyer në flak, duke e bërë të pamundur shpëtimin e pasagjerëve dhe drejtuesit të mjetit. Në automjetin e udhëtarëve që përfshihej në aksident ndodheshin 4 persona: Enejdi Laçi, 25 vjeç, i cili udhëhoqi mjetin, si dhe 3 pasagjerë, të cilët gjithashtu humbën jetën. Ata ishin Erildi Laçi, 20 vjeç, Enrikejt Kurti, 24 vjeç dhe Andi Laçi, 22 vjeç. Pas aksidentit, automjeti i viktimave është përfshirë nga flakët, duke i djegur për së gjalli të rinjt. Ndërkohë, drejtuesi i betonieres Aleksandër Krashi, i cili ka qenë në lëvizje me automjetin e tij, është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Pas hetimeve dhe ndërhyrjes së forcave të rendit, ai është shoqëruar në komisariat për hetime të mëtejshme.